Welcome سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahun subhanahu wa taala falenderojmë, salavatet dhe selamet pejgamberit ton Muhammedit alayhis salam ja dërgojmë. Elusim Allahun xhelleshanu të na mëson khairin, të na mëson të dobishmen, të na shton dobi nga ajo që mësojmë dhe elusim Allahun xhelleshanu që të na shton diturin, të na shton ilmin. Vëllezër, sot do të jemi me disa sahabi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku njonit prej tyre ja dim emrin, kurse tjetrit ja dim vetëm kabilen, fisin, nga i cili fis është ai. Dhe kjo është një hadith që e ka nxjerr Imam Ahmedi, po ashtu edhe Haythamiu në Majma' az-Zawaid, Ibn Khuzaime edhe Ibn Hibani, nga Amr ibn Murratja al-Juhani. Ky sahabi tregon kur një ditë erdhte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam rajulun min Quda'ata. Ishte prej fisit Quda'a një person, dhe erdhte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ti tregonte diçka pejgamberit alayhis salam dhe ta mirte përgjigjen si do të jetë rezultati. Nëse veproj kështu dhe kështu dhe kështu, kush mund të jem unë, me cilën do të jem unë botën tjetër. Që vëllezër, ki dihet se ka qenë njeri prej një fisi larg Medines, atje ku edhe dituria edhe ilmi ka qenë vështirë për me arrit. E kështu kanë ardhur herë pas here te Muhamedi alayhi salatu wassalam, e kanë pyet diçka dhe pastaj janë nda, dhe ndoshta nuk e kanë pa Muhamedin alayhi salam më tepër, përveç se një herë ose e kanë parë di herë. Është mjaftuar sive të tyre që ta shohin një herë Muhamedin alayhis salam duke qenë këto besimtar, musliman, dhe duke vdekur këto me atë besim, me atë iman, edhe këto më quhen sahabi. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është ai i cili e ka taku Muhamedin alayhis salam duke qenë besimtar dhe ka ndru jetë ashtu besimtar, musliman. Ka prej atyre që e ka pa Muhamedin alayhis salam, por nuk ka qenë musliman, e ka pranu islamin pas vdekjes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse hadithi këtij çon pesh, por ki përsëri nuk e merr titullin sahabi. A e shikoni çka do të thotë sahabi? Sahabi do të thotë ta pranojsh islamin para pejgamberit alayhis salam dhe të vdesish ti duke qenë besimtar. Apo vdes pejgamberi alayhis salam pas teje, por ti vdes pas pejgamberit alayhis salam duke qenë musliman. E ki erdhte Muhamedi alayhis salam dhe i tregoi pejgamberit alayhis salam diçka. Si me thonë, çka thue une, nëse veproj kështu dhe kështu dhe kështu dhe kështu, çka mund të ndodh, ose kush mund të jem unë. Ai i cili që nuk din disa çështje, pyetën dhe thot, une e kam ndërmend me vepru këtë çështje, këtë punë, që këto rregulla, e çka nëse i veproj këto, ku mundet me arrit, e kështu me radhë. Ki erdhte Muhamedi alayhis salam, por nuk e piti punë dinjoje, do me thonë, nuk i tha çka ja Resulullah, nëse unë bëj tregti me deve apo me dhen, ose bëj me hurma apo me ullir e me zejtun e kështu me radhë. Jo. Ki erdhte Muhamedi alayhis salam, tha ja Resulullah, ara'ayta in ana shahidtu an la ilaha illa Allah wa annaka Rasulullah wa sallaytu as-salawat al-khams wa addaytu az-zakat wa sumtu Ramadana wa qumtuhu fa mimman ana. O i dërguar i Allahut, tha çka thu? Nëse une dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të merituar tjetër përveç Allahut, me të gjitha kushtet e saja, me të gjitha rregullat e saja, me shtyllat e fjalës la ilaha illallah,
përgjithsi unë e besoj këtë fjalë, e dëshmoj këtë fjalë duke a ditur kuptimin, si që të urdhron Allahu, fa'lem ennehu la ilahe illa Allah. Duhet me pas dituri, dije, se nuk meriton askush adhurimin përveç Allahut një. Dhe është vëllezër një gabim i madh, kur njerëzit thonë, ne jena ummeti Iqra. Kjo është me të vërtet total gabim. Parasije se nuk jemi ne vetëm ummeti Iqra. Ne jemi krejtësisht të veçantë prej tjerëve. Ummeti Iqra janë edhe tjerët edhe jo besimtarët. Por o problem se muslimon sa kohë e kena përdor këtë fjalë, ne jena ummeti Iqra. Gabim është, ne jena ummeti Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ne jena ummeti lexon emrin e Zotit tënd, i cili të krijoi ti, jetë me krijuesin. Prandaj ato të cilët sot lexojnë, por jo në emrin e krijuesit Allahu që i ka kriju, shiqoni çka bëjnë sot. Përpiqen vallahi me zhduk njerëzimin, apo ditë tretën e njerëzimit 5 pare nuk japin. A kanë arritur ato? Kanë arritur shumë. Kanë arritur. Ama çështjet e dunjas, ya'lamuna zahiratan min al-hayati ad-dunya, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ato i din çështjet e dunjas, i din çështjet e jashtme të dunjas, ndaj ahiretit janë xahila, janë gafila, nuk din asgjë. Prandaj sot këto që janë gjendje zhdukin një shtet të tërë, kanë lexu këto. Jo që s'kanë lexu. Tërë ato raketa, tërë ajo teknik, tërë ato aeroplana, tërë që e din personin ku ecën, ku shkon. Me çka ka arrit kjo? Kjo me lexim ka arrit. Nuk ka arrit pa lexim. Ama ato thanë ne jena ummeti Iqra, po. Shqo muslimant, nëse e llogaritën sa vjet kanë sundu muslimant, vallahi kanë marrë metodën maksimale vetëm i shmang luftës. Nuk është kot që pejgamberi a.s. tha prej veçorive të pejgamberit a.s. nusirtu birru'bi mesirat ash-shahr. Kom triumfu vetëm nëpërmjet frigës. Një muj para se me arrit fush betej. Pse e ka bo Allahu këto? Që të dërzohet armiku mos me pas gjakderdhje. Dhe muslimant kanë urdhru, mos vritni këto, mos vritni ato gratë, mos i prekni pleqët të sëmurit, ai i cili dërzohet, ato të cilët gjenden në faltore, mos i ngitni, lini ato të lirë. Sot kush e hanë ma shumë, që ato, kush janë të parët, sakrificat e para, viktimat e para, gratë, fëmijët, e kështu me radhë. Nga kush? Nga ato njerëz që kanë lexu, që janë ummeti Iqra. Kurse ne jena ummeti Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ne jena ummeti që lexon në emrin e Allahut, i cili të ka kriju. Dhe thot Allahu lexo, veçki frej krijuesin. Me thon, me pas kujdes ndaj ditë çështjeve, me pas kujdes ndaj krijesës, edhe me pas kujdes ndaj krijuesit, edhe kështu arrin kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Tha çka thoi dërguari Allahut? Nëse une dëshmoj dhe thom la ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah, dhe dëshmoj dhe deklaroj se ti je i dërguari Allahut, ti je ai i cili duhet me u ndjekur, rruga jote duhet me u pasu, dhe i fali 5 kohët e namazit, dhe e jap zeqatin, e agjiroj Ramazanin, wa sumtu Ramadana wa qumtuhu. E fali, e agjiroj Ramazanin edhe çka? Edhe qohem. Çka fali namaz? Fali namaz e ka kumtu, çdo gjë që i bën Ramazan nuk ka me Ramadan, ka të bëne me namazin e natës, i cili fillon me një herë prej pas namazit të yatsis, edhe prej namazit të natës, kush është edhe taravih, edhe pse falet në pjesën e parë të natës. Ktu nuk e përmendi ki sahabiu çështjen e haxhit, Allahu alem, pse nuk e ka përmend për punën e haxhit, ose ka qenë çështja që ma vonë haxhi është bo obligim i domosdoshëm për musliman. Sa i përket agjërimit, agjërimi me njëherë bëhet vitin e ditë sipas hijretit, ashtu edhe zeqati, kurse haxhi vitin e 5, apo ka mendime të ndryshme në mesin e dietarëve. Fa mimmen ana, nëse unë veproj kështu ai dërguari i Allahut, ku do të jem unë? Me cilën do të jem unë? Tash vëllezër, shiqo, imagjino se këto çështje bëjnë fjalë edhe për ne. Dëshmia, deklarata, shahadeti, falja e namazeve, dhonja e zeqatit, agjërimi, po edhe haxhi, edhe pse nuk i ka përmend sahabiu këtu haxhin,
edhe haxhi, edhe agjerimi, i bon të këto. Ta sikur se me qenë Muhamedi a.s. prezent dhe dikush prej nesh e ka pit dhe gjithë e presim përgjegjem. Pse? Përgjegja ka të bon edhe me ne, vlezër. Tash ne presim, qka do thote Muhamedi a.s. Qka do t'i thote këti sahabiut i cili ka ardhur për një vendit lartë, veç për këtë çështje. Don ta dinaj. Ai don ta dini se me cilën do t'jetë. Tha Muhamedi a.s. Mine siddiqin e shuhada. Ti tha, të tregoj me cilën do t'jesh. Nëse qështu vepron, edhe qështu vdes, duke i zbatu këto, mine siddiqin e shuhada. Ti do t'jesh me siddiqin. Kush janë siddiqin? Ato të vërtetët, ato besnikët. Pikës parit, cilësia e pare besniku çka është? Beson Allahun subhanahu wa taala, beson të gjitha ato që Muhamedi a.s. i sjell. Pse e mor Abu Bekri këtë titull Siddiq? Jo prej Medine, prej Mekës. Erdhën mushtrikët tani, shiqet çka thot ki shoku jot për Muhamedin a.s. Prom natën ka qenë prej këtu, ka udhtu në Kudës, në Xhamin Aksa, prej aty në qiell, prap e kështu, çka thuti? Mëra tha unë i besoj edhe ma larg se kjo nuk është asgjë. A ka thonë kështu? Po, unë e besoj. E mor Abu Bekri emrin Siddiq, pse besoj me një herë në atë që pejgamberi a.s. i ka lajmëruar njerëzit, edhe pse këto Abu Bekri nuk e ndëgjoj prej Muhamedit a.s. Në radhë të parë, ndëgjoj prej tjerëve, prej armiqve të Islamit. Mine siddiqin wa shuhada, edhe tha do t'jesh me dëshmorët. Që vëllezër, nëse ne i zbatojmë këto, ashtu mirë si që Allahu xhelleshanu i kërkon, edhe pse nuk vdes shahid, dëshmor, po Allahu xhelleshanu ta mundson t'jesh me ato, vetëm nëse jep atire hakun, atire kushteve, bazë që janë të Islamit. Me një rivajet tjetër thot Muhamedi a.s. Men mate ala hadha, kane mine siddiqin wa shuhada. Kush vdes tot pejgamberi a.s. në këto shtilla, në këto parime, duke besu Allahun një hak, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, edhe pik kjo çështje. Feja Allahut është Islami, pik mur fund. Askush nuk ka të drejtë i cili i përshkruan Allahut shok dhe ortak. Pik kjo. Pa marr parasysh sa i mirë me qenë. Inna ad-dina inda Allahi al-Islamu. U kri kjo çështje. Kush hin xhenet vetëm besimtarët që e besojnë Allahun subhanahu wa taala. E kështu me radhë beson pejgamberin a.s. si rob dhe i dërguari i fundit, i cili ai duhet të pasohet sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk t'i lejohet askujt tjetër fanatik ndaj fjalës së dikujt tjetër, pa marr parasysh çka e ka emrin, a imam a sahabi, dhe ta lën anësh fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha Muhamedi a.s. kush vdes me këtë besim, me këto parime, me këtë bindje, me këto vepra, ai do të jetë me siddiqin, me të vërtetët, me besnikët, dhe do të jetë me dëshmorët, shuheda. Do të jesh bashkë me Hamzën, do të jesh me Mus'ab ibn Umairin, do të jesh me Abdullah ibn Haram, e sahabi, të cilët kanë ra shahid në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu xhelleshanu thot: "Wa man yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i wa hasuna ulaika rafiqa." E ai i cili i bindet Allahut, urdhrave të Allahut dhe urdhrave të pejgamberit të tij, ai do të jetë me atë të cilit i ka beku Allahu, ju ka dhënë begati, të cilët janë an-nabiyyin, as-siddiqin, ash-shuhada, as-salihin, to janë profetët, dëshmorët, të vërtetët, bamirësit. Allahu thot: "Wa hasuna ulaika rafiqa." A don shoqëni më e mirë se kjo? Kjo është shoqënia më e mirë. Çka thot Allahu më në fund? Thot: "Dhalika al-fadlu min Allah. Wa kafa billahi alima." Tërë këto mirësi, këto dhunti janë prej Allahut subhanahu wa taala, edhe thot e ki Allahun i cili është i gjithë dituri ndaj çdo gjëje. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.